Përshëndetje miqtë mi, jam shumë e lumtur t'ju shoh që jeni rikthyer dhe njërë në kanalin tim. Unë jam Miguel Aneli, për ju që jeni për herë parë këtu. Duke qenë se çdo teknik manifestimi ka në fakt të bëjë shumë me mënyrën se si gjendet psikologjia jonë. Një ndër arsyet më të forta është pikërisht kjo që më ka detyruar në një farë mënyre, kuptohet, sepse dëshira është e jashtëzakonshme për të lexuar sa më shumë libra psikologjie. Dhe në një artikull që hasa në ditët e fundit, fliste për mënyrën e të lënit të shkoj, dhe pikërisht dua të ndalem këtu. Më pëlqen kjo temë sepse të lësh të shkoj ndonjëherë, unë personalisht kthehem në një mbledhës të shumë gjërave, qoftë edhe nga rrobat, zbukurime të ndryshme, gjëra që më tërheqin vëmendjen, kthehem në mbledhse dhe i mbledhat dhe i mbaj ato, dhe kam shumë të vështirë të shkëputem prej tyre. Dhe imagjinoni se sa të vështirë kam të shkëputem nga një situatë që mundet vërtet më ketë ndikuar. Kështu që por nga ana tjetër jam edhe pak psikopate, dhe nëse i them diçka që kjo gjëja duhet shkoj, ka ikur edhe nuk ka shanse të kthehet më. Ideja është e tillë që sa herë kemi thënë, për shembull, ose kur e themi të tjerëve, sidomos kur e themi të tjerëve që po lëre të shkoj, po harroje, bëj sikur s'ka ekzistuar kurrë. E di që të paktën një herë vetëm ju ka ndodhur kjo gjë, ja keni thënë dikujt. Personalisht ja thash para ca kohësh tezës time, pësoj një goditje në tru dhe një goditje në zemër njëkohësisht, pikërisht për shkak se shumë gjëra i mbante vetëm për vete, i bluante çdo gjë me mendjen e vet, nuk fliste me asnjëri për problemet e saj. Dhe pikërisht i ndodhi kjo gjëja, dhe duke ditur që mbi ngarkesa e stresit ose të mbi menduarit sjell pasoja të tilla kaq të rënda sa mund të rrezikojnë edhe jetën tuaj, siguroni dhe vini mend që të ndërmerrni disa hapa përpara se të shkoni në pikën e fundit. Sot tezës time nuk ka çfarë i thua asnjë gjë, sepse nuk është më në gjendje as të ndalet edhe të mendoj më. Tani nëse do të mendoj për dy gjëra, të jetë shumë e lodhur, edhe është gjithkohës më mirë mos më flisni fare. Tani ka kaluar në një fazë komplet tjetër, por para se të shkoni në këtë fazë, më ndiqni nëse jeni tipa që mbi mendoni çdo gjë dhe stresojni për çdo gjë të mundshme, më ndiqni. Dhe kur unë ju them që këtu është Momentum Academy, kjo është Momentum Academy. Është një moment ku vërtet do të merr një informacion që mund t'ju shërbej për gjithë jetën. Në fakt ka një lloj lodhje të jashtëzakonshme për njerëzit kur kundërshtojnë realitetin. Dhe sa më shumë përpiqen disa që ti thuash harro ose mos e mbaj mendjen atje, dije që ajo që po bën është se ti po ja kujton më shumë. Pra, të ndodh shpesh që t'ulesh në kafe me një shoqe dhe pastaj ajo shoqja të ankohet për diçka dhe ti thua, të lutem, thjesht mos e kujto. Ai shikon se sa të streson kjo gjë, thjesht mos e kujto më, dhe gjet çfarë. Sa herë ti thua kështu, ti në farë mënyre je duke ja kujtuar gjitha gjërat, dhe ai thot, po prit se unë nuk mundem të harroj, sepse unë kam këtë dhe unë nuk mundem. Kurse si të harroj atë gjë që më ndodhi, kam mbajtur disa shënime, sepse doja vërtet isha shumë koncize në këtë video që mos ju marr shumë kohë, të dalim sa më shpejt në temë, por gjithashtu dua që t'ua them disa fjalë përpara, sepse jam e sigurt që janë situata që gjendemi të gjithë të paktën një herë. Arsyeja pse ndonjëherë ne nuk heqim dot dorë, ose pse nuk harrojmë dot, është vetëm për faktin se në momentin që të thonë që harro, është si të shtukësh një pjesë të vetes tënde, ose si të thuash hiq dorë. Gjithashtu duhet ta them këtë gjë. Kjo video ndoshta nuk mund të jetë për shumë njerëz, sepse disa njerëz nuk e kanë vullnetin mendor. Janë shumë të dobët për ta bërë diçka të tillë. Nuk e mendojnë dot kurrë ndryshimin. Madje ka disa të tjerë që thjesht nuk e bëjnë këtë sepse thonë nuk dua. Por në fakt mendoj që është thjesht mungesë e theksuar vullneti, mungesë dëshire për të punuar me veten, dhe disa thjesht kanë jetuar gjithë jetën dhe thonë
nuk ja vlen më të ndryshoj pikërisht tani që fjala vjen më të jenë 70 vjeç. Edhe thot se do ndryshojmë tani. Ka të tjerë që ankesën ose mbi mendimin e kanë pjesë të karakterit. Dhe ata nuk e ndryshojnë dot këtë gjën. Janë të dobët emocionalisht, sepse të vërtet as atyre janë këto njerëz që janë të vërtet shumë të dobët dhe nuk ka çfarë kërkon. Të vërtet kur nuk ka çfarë kërkon është më mirë që thjesht ju thuash mos e shihni këtë videon, por jam e sigurt që një pjesë e mirë e tyre as nuk e kanë klikuar fare sepse nuk duan të ndryshojnë, megjithëse unë mendoj që është gabim shumë i madh të mos ndryshosh. Ideja është se duhet kuptosh se siç ka thënë Viktor Franklin, që është një autor amerikan, thotë kur nuk mundesh të ndryshosh situatën, është vetë jeta që po të sfidon të ndryshosh veten. Por kjo nuk vlen për ata pra, që thonë se unë nuk ndryshoj dot, unë kështu jam. Kështu që ne nuk do merremi me ata, kaq e thjesht, nuk do merremi fare me këta njerëz, kështu që ju që doni të ndryshoni veten, të evoloni, të shihni cila është më e mira për ju, jeni në vendin e duhur. Kjo shprehje në fakt mendoj se do duhet të ishte mirë që t'i ndikonte pak edhe ata të tjerët, që ndoshta t'ja vinin veshin edhe t'ju vinte edhe atyre si një zilk e vogël në tru, që thjesht t'u zgjoj pak atë dëshirën për evolim. Një njerëz që nuk evolon është shumë boring, shumë kot. Por nejse. Njeriu kurse si në fakt nuk duhet lejoj që të bjerë në apati. E megjithatë duhet kuptoj se përgjegjësitë për të kuptuar se ka ndryshuar qasja, pra mos ndrysho gjën ose punën, por ndrysho mënyrën se si afrohesh kësaj pune. Kur ti e sheh që një punë nuk po bëhet, pra ti nuk mundesh të bësh një ekuacion në të njëjtën mënyrë gjatë gjithë kohës dhe ti të presësh rezultate të ndryshme. Ai ekuacion në ato formulë që ti po e bën, atë rezultat do t'japi. Ideja është që duhet të ndryshosh formulën me cilën i qasesh pra këtij ekuacioni. Dhe momentin që e ka veten duke mbi menduar për gjithçka, thjesht ndalo dhe pyet veten apo zgjidh që faktikisht mbi mendon kaq shumë. Nëse përgjigjja është jo, ktheu te ajo gjë që ti mundesh të ndryshosh në fakt. Ti mundesh të ndryshosh vëmendjen tënde dhe qëndrimin tënd eksaktësisht ndaj kësaj çështje. Sigurisht ti mundesh të mendosh edhe hapin e radhës. Nuk është nevoja të mendosh hapin e fundit, por të paktën hapin e radhës, edhe sikur sado i vogël qoftë ai. Kjo mënyrë në fakt do t'ju shokoj kur ta shihni se sa efektive është. Është vërtet një ndër mënyrat më efektive se si mund të menaxhoni pikërisht mbi mendimin. Kjo do ta shihni tek efekti që ka kjo teknik se sa e mrekullueshme është, sepse ti ndalon së hedhuri të energjisë tënde kudo, në betejë që ekzistojnë vetëm në mendjen tënde. Dhe ti kanalizon energjinë tënde pikërisht për të zgjidhur atë gjë që të duhet për të bërë punë. Por ideja është se ka shumë njerëz që i rezistojnë këtij realiteti. Dhe arsyeja është pse themi neve që i rezistojmë këtij realiteti. Sipas psikologjisë, njerëzit rezistojnë në realitetin e tyre për dy arsye. Identiteti me cilin janë të lidhur dhe me cilin njihen, pra si nëse dikush njihet si person i përgjegjshëm ose si person i përpunën. Fakti që ti thua e diçka mos e mendo gjatë këtë gjë, i duket sikur po i thua të jap dorëheqjen ose të vdes një identitet që ai e ka krijuar për muaj të tërë, ose madje mund të ndjej edhe faj në lidhje me këtë gjë. Si dhe koha e kushtuar. Pra është ideja që ti mund të kesh shpenzuar vite për të krijuar diçka dhe në momentin kur e sheh që gjërat nuk po shkojnë ashtu siç duhet dhe gjithë njerëzit e tjerë të thonë diçka ndoshta duhet të heqësh dorë nga kjo gjëja ose thjesht ndoshta duhet ta lësh të shkojë, të duket sikur e gjithë koha jote është hedhur në lumë dhe nuk ka pasur pikë rëndësie. Dhe sigurisht kjo mund të kërkojë që ti thjesht të ndryshosh qasjen ndoshta për momentin. Kjo është një gjë shumë e mirë. Të dyja këto arsye janë ato që na mbajnë të ndrydhur në atë gjën që
po ndoshta mund të ishte më mirë, po ndoshta mund ta rregulloj, po ndoshta mund të më kështu. Në fakt, mund të thjesht të bësh këtë gjë. Hiq dorë nga fakti që duhet t'i thuash vetes ec përpara ose ndrysho, të përpiqesh ta motivosh veten sepse e din që është e pamundur. Por është një moment kur ti mund të tregohesh krejtësisht i sinqert me veten tënde dhe thjesht t'i thuash e di, e kuptoj, kjo gjëja dhem sepse kam investuar këtë, kam dhënë kohën time, kështu njihem unë këtë ende. Por ka ardhur momenti që kjo të mos më dhem pambarimisht shumë. Ka ardhur momenti që ta ndryshoj këtë gjë edhe të shoh të ardhmen time në një mënyrë tjetër. Dhe një mënyrë e mirë për ta bërë këtë gjë është të ndjekësh një listë të vogël, pra me 3 hapa. Ideja është e tillë, të ndash në 3 kategori të ndryshme gjëra që të ndodhin. Pra, kemi një situatë dhe kemi 3 pika ku ti do ta ndash në kontroll. Veprime që ti ke në dorë, pra gjëra që ti vërtet mundesh ti kontrollosh. Për shembull, me kë po flet, mënyrën se si flet, kë takon, kur e takon, influenca, ndikimi ndaj të tjerëve, ose ndikimi që të tjerët kanë ndaj teje, ose ndikimi që ti ke ndaj diçkaje, por që nuk e garanton rezultatin. Kjo duhet ta mbash parasysh. Ndikimi yt është i rëndësishëm, por jo krejtësisht i rëndësishëm në fund. Dhe 3, pika e tretë, që ti je thjesht dëshmitar. Ka situata të cilat ndonjëherë na stresojnë, por thjesht duhet ta kuptosh që ti thjesht je dëshmitar në këtë çështje, ti nuk është se ke lidhje konkretisht me këtë çështje. Dhe kur ka pra diçka që të mbetet në mendje ose po fiksohesh, mbastaj ndjen që po fiksohesh, bëj këtë ndarje dhe thuaj, prit, në cilën nga këto kategori është pikërisht kjo çështje. Dhe nëse jam dëshmitar i diçka që vërtet e ndjej që po më shqetëson, thjesht përpiqesh ta largosh dhe thuam, prit një sekond, kjo nuk të prek ty. Janë rregull. Nëse është e pjesa e influencës, pra mënyrën se si ti ndikon te kjo gjë, ti e kupton që okay, un kam ndikim te kjo gjë, do përpiqem të bëj më të mirën, por kaq mjafton. Dhe nëse ke te pjesa e kontrollit, mundesh thjesht të thuash, okay, është në kontrollin tim, është në dorën time, pra duhet të kam një bisedë që duhet ta bëj dhe thjesht do t'i lë një orar. Do flas me këtë person. Por kjo është nëse ky është një plan afatgjat. Ndërsa në një plan më afat shkurtër, mund të praktikosh këtë gjë tjetër, në mënyrë që ti të çlirohesh automatikisht nga stresi. Ka diçka që po shqetëson, vendosje emër. Filan gjë, migrena më shqetëson. Okej, kjo është migrena. Normalizoje. Thjesht thua, okay, sigurisht që dua që migrena të mos më shqetësoj. Por është krejtësisht normale që njerëzit e tjerë të ekzistojnë dhe të vazhdojnë me jetën e tyre. Çfarë mund të bëjnë këta? Thjesht mundem të mbyll YouTube-in edhe mos e shoh migrenën. Merr frymëzell. Është një ndër mënyrat më të mira për të çliruar. Relakson shpatullat, nofullën, belin, duart, jepi trupit tënd një farë qetësie në mënyrë që trupi juaj të sinjalizojë mendjen që nuk ka asgjë për të shqetësuar, që fakti që migrena po mbezdis tani është diçka që kalon. Kalon në pikën tjetër, kur thjesht bëj pyetjen edhe një herë. Çfarë është kjo situatë? A duhet të lejoj që kjo situatë të më ndikoj mua? Si dua të dukem unë në këtë situatë? Sepse kjo është një ndër pyetjet më të mira. Nëse ti do të dalësh si histerik, si acarues, si person që ngre zërin, mundesh ta bësh këtë gjë. Por a do ti të dukesh kështu pikërisht në çdo situatë? Okej, diçka mund të të bezdis vërtet, por kush je ti? Kështu që duke menduar që ti nuk do ta tregosh veten si agresiv, merr frymëzell, çliro dhe te kaloj këtë gjë. Pastaj shko dhe vepro në mënyrën tënde, bëj gjërat ashtu siç ti do doje të dukesh. Kërko mirësjellje, heshtje, qetësinë, nuk e di. Çdo gjë që ju bezdis. Sepse fuqia në fakt e vërtet është momenti kur ti thjesht kanalizon energjinë tënde, por e kanalizon këtë lloj energjie tënde në mënyrë të vazhdueshme, sa e di që ky është drejtimi i duhur. Pra edhe çdo që shkon në drejtimin e duhur, duke e kanalizuar, duke e bërë në mënyrë të vazhdueshme energjinë
që të jetë në kanal dhe të mos jetë kudo. Ajo çfarë askush nuk flet në lidhje me momentin kur ne themi lëre të shkoj ose merr frymë ose të çliro ose harroje ose përpiqu të dukesh më mirë nga sa mendoje se do dukesha. Është momenti kur ti thjesht e di që ndjen pikëllim. Ti nuk po harron thjesht që diçka që ndoshta do të kujtohet më vonë dhe do e rregullosh pastaj. Është një moment kur ti po përpiqesh të shkëputesh nga një version i yti. Ti je rritur duke qenë ose ke dashur gjatë gjithë viteve, tregosh veten tënde si një person që kujdeset për të tjerët, si një person që bën për të tjerët, si një person që punon shumë, nuk ankohet kurrë dhe gjëra të tilla. Okej, shumë bukur, ja ke dalë. Por vjen një moment kur gjithë ky stres që ti ke mbajtur për vete të kthehet ty kundër, të kthehet në shqetësimin tënd. Dhe në momentin që ti do fillosh të kujdesesh më shumë për vete se sa për të tjerët, ty do duket sikur ky identitet ku ti kujdesesh për çdo njeri tjetër po vdes. Dhe kjo të bën që ti të ndjesh pikëllim për diçka që tashmë nuk është. Dhe normalisht është krejtësisht njerëzore, por nuk flasin. Nuk e flasin këtë, totalisht e largojnë si gjë, sikur ti vërtet nuk e ndjen këtë, por në fakt në fund të ditës kjo është ajo që dëm më shumë nga gjithë të tjerat. Që ndryshmëri është të pranosh realitetin të ri, edhe nëse ky realitet nuk është ai që ti doje. Ti mund të luftosh ose të mbledhësh mendjen dhe të marrësh më të mirën prej asaj që ke. Thot Elizabeth Edwards, një juriste, avokate dhe autore amerikane. Mendoje këtë moment para se të mallëngjesh për të shkuarën dhe para se e ardhmja të duket një katastrofë e vërtet. Pra thjesht mendoje se ti ke fuqi të jashtëzakonshme në momentin kur ti e pranon realitetin për atë që është dhe jo për atë që ti do doje të ishte. Dhe ti përpiqesh nga ky pranim i këtij realiteti, ti përpiqesh marrësh më të mirën prej saj. Në fakt të pranosh nuk është një veprim pa peshë, është në fakt hapi i parë drejt qenit totalisht i sinqert me veten tënde. Me atë çfarë ti ke ndërtuar, me gjithçka, me mënyrën ku je dhe mënyra se si ti duke qenë totalisht me këmbë në tokë, ti e di shumë mirë që nuk ke nevojë të përballesh më me sfida imagjinare. Por pikëllimi nuk është asgjë e keqe, pikëllimi është gjë shumë e mirë që do thotë ti ke emocione dhe ndjen thellësisht. Disa njerëz janë thjesht shumë herë më të ndjeshëm se të tjerët. Prandaj jepja mundësinë vetes për ta ndjerë këtë emocion dhe ndjeje thellësisht atë gjë që ti po ndjen. Shkruaje në ditar për të dil për një shëtitje, fol me një mik, por fol me një mik që sigurohesh që nuk do të t'jap zgjidhje direkt. Duhet të jetë një mik që thjesht të dëgjon. Në mënyrë që mos të kesh atë nxitjen për të kërkuar zgjidhje, por thjesht në momentin për ta ndjerë këtë pikëllim edhe thjesht për të parë ku je. Në fakt emocionet sa do të rënda ose të vështira të jenë, kalojnë shumë herë më shpejt në momentin që ti ja pranon vetes, në momentin që ti nuk ja pranon vetes, të rikthehet shumë herë edhe ndonjëherë edhe më keq se më përpara. Kufit që i vendos vetes më njëherë pasi ja ke pranuar diçka, e ke pranuar, okay, kam humbur këtë gjë, në rregull, dhe do fillosh të ecësh përpara, por duke vendosur tani kufit që i vendos pra vetes nuk janë kurse si tashpër, janë mënyra se si ti mbrohesh. Kur le diçka të shkoj dhe ti vendos një kufi, pra që gjëra që tani do të lejosh në jetën tënde nuk do të jenë më kthim pas në atë gjë ku ishe. Nuk mund të lejosh madje as të kthehen në shqetësim. Negociatat kur zgjaten nga dikush, kur zvarriten, bëhen shumë të bezdisura, ndërsa një jo e prerë kur ti e di që diçka për shembull të ka lënduar ose nuk do që ti kthehesh më, thjesht një jo pas një lloj shpjegimi është shumë herë më qartë edhe nuk ka pse të jetë fare agresive. Mund të thjesht një jo. Kaq. Kur ti bën një hap pas nuk është ndëshkim. Pikërisht është ky momenti kur ti e ke pranuar që je në atë pikë ku je. Nuk është kurse si ndëshkim, është të ruash
në një farë mënyrë, nëse më ta quajmë kështu, të ruash qetësinë e mendjes, ose nëse do të shkoni më thellë në psikologji, është edhe të ruash shëndetin mendor. Po, njerëzit ndonjëherë humbasin mendjen mbas këtyre gjërave, mbas diçka që nuk vendosin dot kufi, mendojnë më shumë se sa duhet për çdo gjë të mundshme, derisa ju kthehet edhe siç është rasti i tezës time që nuk e përballoj dot derisa ajo është kthyer në problem shëndetësor. Ideja është që ti të bësh e qetë, totalisht, specifike, dhe s'ka nevojë për debat. Nuk ka nevojë për asnjë debat. Ti nuk je përgjegjëse për reagimet e tjerëve. Ti je përgjegjëse për standardet sipas të cilave ti jeton. Kaq, shumë e thjeshtë. Por ka disa njerëz që thjesht nuk ndryshojnë dot, që mendojnë se nuk ndryshojnë dot në fakt, sepse unë mendoj që gjithë njerëzit munden të ndryshojnë nëse ka mjaftueshëm vullnet. Por le ta shtrojmë si pyetje, çfarë mund të bëj unë nëse nuk ndryshoj dot? Atëherë bëjmë panoramën më të vogël. Pra kemi një mal me gjëra për të bërë, ideja është e tillë të bëjmë disa hapa, të ndajmë gjithë punën në disa segmente. Dhe mendo se çfarë mund të rregullosh, fjala vjen në gjysmën e parë të ditës, ose në javën e parë, ose në muajin e parë. Pak nga pak. Lëviz, mënyra se si ti lëviz ose aktivizimi që ti bën trupit është një formë shumë e mirë për ta çliruar tensionin. Pra ti mund të vraposh, mund të merresh me punë, mund të pastrosh dollapin, mund të bësh çfarë të duash, thjesht lëviz, vendose trupin në lëvizje. Shkruaj në një fletor të vërtetën tënde dhe qëndroj asaj deri në fund, ti e di kush është e vërteta jote. Ti e di që fjala vjen diçka që po të bezdis, që po të mban më shumë kohë se sa duhet, është vetëm për këtë arsye. Shkruaj të vërtetën tënde, shkruaj çdo detaj që ti do, çfarë do ti që të dalë nga ky debat, çfarë është në të vërtetë ky debat. A ja vlen që të mbash mendin kaq shumë tek ky debat? Çfarë do bëje ti në lidhje për këtë çështje? Dhe në fund, ndjes, ky është hapi tjetër, nuk është fundi. Shkruaj pyetje. Shkruaj pyetje të qarta, të qeta. Edhe përpiqu që edhe njerëzve kur t'ua drejtosh këtë pyetje, ti bësh në mënyrë shumë jo pasive-agresive, të tipit po ti pse se bën këtë gjën. Thjesht mund të thuash, a mundesh të bësh këtë gjën për mua, fjala vjen, në mënyrë që ti të tregosh një lloj cilëtërsie pikërisht në këto fjalë që ti thua. Pra mos e jep ato idenë që po jep një urdhër ose jepi vetes një fitore të vogël. Kjo do të ndihmoj që ti ta humbësh pak mendjen dhe të mos mendosh që të shkoj gjithë dita duke menduar diçka që në fund nuk zgjidhja asgjë. Kështu që pastro shtëpinë, pastro dollapin, laje enët, nuk e di, bëj ç'të duash, thjesht jepi vetes diçka për cilën në fund të ditës do të ndihesh shumë krenare. Ç'është e se në fakt kjo është pak e veçantë për në lidhje me psikologjinë. Ti mundesh, ti jesh në fakt krejt e lidhur me një çështje dhe prap ta lësh atë të shkojë. Dhe kjo është shumë herë më e lehtë në fakt kur ti e praktikon këtë gjë. Pra ti mundesh, ti jesh totalisht e lidhur me debatin, me çështjen, me situatën, me gjithçka. Dhe prap ta lësh të shkojë në idenë e mbimendimit. Ti japësh në një poezi të J.R. Kipling, ti dëgjon kur thot, çmoje çdo gjë për aq sa meriton. Dhe më mendoj se kjo është një ndër perlat e kësaj poezie. Është e jashtëzakonshme si poezi, do doja shumë të ta sillja një ditë për ju të recituar nga unë, por nuk e di, këtë do ta mendoj dhe do ta sjellim, ndoshta do ta sjellim. Por është shumë e bukur. Dhe thot çmoje gjithçka për aq sa meriton. Kështu që nuk do thot ta lësh të shkoj, nuk do thot shkëputje totale. Ti thjesht e lë të shkoj nga mendimet e tua dhe bën hapësirë, ndoshta edhe për të ardhur zgjidhja. Sepse ndoshta nëse ti përqendrohesh gjithkohës tek problemi, nuk i lë hapësirë zgjidhjes për të ardhur. Por ka edhe diçka tjetër. Si e kupton ti që diçka vërtet e ke lënë të shkojë? Sistemi yt nervor i tregon një parë.
momentin që ti e kujton një situatë, nuk e ndjen më atë stresin në stomak ose atë ankthin në mënyrën se si merr frymë. Kalendari yt, mënyra se si ti rregullon ditën për këtë, e tregon pikërisht njëjtën gjë, sepse nuk je më duke u stresuar rreth njëjtës gjë. Mënyra se si ti flet ndryshon në të vërtetë, nuk kam duhet të bëj këtë, duhet të bëj atë, ti thua, bëra këtë, kam ndërmend të bëj këtë gjën tjetër. Dhe ti në fakt tregohesh gjithmonë shumë herë më e sjellshme, më e mirë, më e këndshme me njerëzit, dhe arti ose aftësia jote për të krijuar rikthehet sërish tek ti. Kjo është një ndër treguesit më që e kam provuar edhe vetë. Domethënë momentin që ti kalon një situatë stresuese, nuk ndihesh totalisht e bllokuar nga çdo gjë, por në momentin që ti e ndjen që ti i rikthehesh aftësisë tënde për të krijuar, për të folur, për të dhënë ide të reja, për të dalë me ide të reja, për të sjellë diçka tek të tjerët, pikërisht është momenti kur ti e ke kaluar totalisht. Dhe të lësh të shkosh nuk është shmangje. Kjo dua që ta largoni pak si këto mitet që thonë se të lësh të shkosh diçka e ke harruar ose ku diun, ose thjesht do të shmangësh. Jo, nuk është as shmangje, as ulje standardi, por më tepër nuk është as e përjetshme. Sepse ti mund ta lësh të shkojë diçka, e lë të shkojë për një farë kohe derisa ndoshta të qetësohesh, derisa ndoshta ti të gjesh një qasje tjetër për këtë situatë dhe ti kthehesh patjetër të njëjtë situatë. Njerëzit e zgjuar e dinë se ku e çojnë energjinë e tyre. Prandaj bën kjo të zgjuar. Të lësh diçka të shkojë ndonjëherë mund të jetë shumë e vështirë e ndonjëherë totalisht e lehtë. Kjo varet pastaj edhe nga vullneti yt, edhe nga praktika se si ti sillesh pikërisht ndaj këtyre hapave që tregova në video. Nëse dëshironi mund të ktheheni sërish, nëse ndjeheni pikërisht të ngecur tani në një situatë të caktuar, kthehuni këtyre hapave. Nuk e di, ndoshta ju ndihmojnë dhe të kuptoni menjëherë që kjo në fakt, këto teknika po funksionojnë për ju kur energjia jote të rikthehet, kur ti të shohësh se pavarësisht se nuk po kontrollon çdo gjë, prap ndihesh shumë mirë. Ndryshimi është i plot kuptim në fakt, dhe zemra e të gjithë këtij arti të lëni të shkojë është kur ti e kupton se nuk po dorëzohesh në jetë, por në fakt ti po e bën jetën partneren tënde. Dhe ku ka më mirë se ta kesh jetën tënde, mikeshën tënde, mikja jote më e mirë. Dhe ajo, duke qenë se është mikja jote më e mirë, do t'jap gjërat më të mira për ty, do të bëj më të mirën për ty. Kështu bëjnë mikeshat më të mira. Kështu që ndiqeni këto hapa, përpiquni të lini të shkoj në mënyrën e duhur dhe me stil. Sigurisht dhe me elegancën që ju karakterizon. Shihemi në videon e radhës, duke shpresuar të mos jem kaq e thelluar në anën psikologjike, por të jem pak më thelluar në pjesën e manifestimit. Megjithatë, siç e thash edhe në fillim, të lësh të shkojë është mënyra se si ti bën hapësirë për diçka tjetër, dhe manifestimet vijnë kur ti ke hapësirë, për ndryshe nuk vijnë dot. Mirupafshim në videon tjetër.